Avokati njohur Due Pietra, përshëndetje Kënaqësi. Përshëndetje, mirë se gjetët. Do flasim për zhvillimet kryesore në vend, për atë çka padyshim ka marrë dhe vëmendje, bëhet fjalë pikërisht edhe për tenderin 700.000 euro të, po themi kështu, përlyerjes të kryebashkiakut të Shkodrës Benet Beci dhe 6 zyrtarëve të tjerë që tani më janë dërguar për gjykim. Por çfarë bëhet fjalë konkretisht? Prokuroria e posaçme ka dërguar për gjykim dosjen në ngarkim të Benet Beci dhe 6 zyrtarëve të tjerë në akuzë për shkelje të barazisë në tendera. Bëhet fjalë për një procedurë prokurimi të keshit në vitin 2019 me fond limit 69.500.000 lekë, sipas pak Beci ka ndikuar në paracaktimin e fituesit. Avokat, të gjithë tenderat në këtë vend, me sa duket, ju gjendet vendi. Jo në këtë vend, por çdo vend në botë. Pushteti ka qëllim, pra marrja e pushtetit ka qëllim për përfitime. Nuk ka, se nuk e merr kush pushtetin nëse nuk ka interes për përfitime. Në çdo vend të botës. Nëse atu në Shqipëri, pra përfitimet janë më të mëdha se puna që bëhet dhe më të mëdha se sa leku që xhiron. Tani, në të vërtetë, pra edhe prokuroria, edhe SPAK-u, edhe gjithë merren me disa gjëra krejt intime. Çfarë do thotë? Që intime apo imtime? Pra janë gjëra që të pra 700.000 euro për ju janë gjëra të vogla. Jo, nuk ka problemi 700.000 euro. Shtu problemi është kush e ka fitu tendrin, si e ka fitu, dhe më mirë është ti marrim lekët atij, dhe këta që të interesojnë fare ne, sepse ai ka ndiku te këta. Pra ju ka dhënë lekë për ta fituar tendrin. Ju jeni me parimin që lekët që janë çuar dëm, thonë ju të rikthehen sërish buxhetit shtetit dhe si rrjedhoi qytetarëve. Dhe SPAK-u nuk thotë se sa është dëmi ekonomik i shtetit shqiptar. Por tenderi total ka qenë në këtë vlerë. Po tenderi ka qenë, mund ta kishte marrë njëri, tjetri s'ka rëndësi se kush e kishte marrë. Por ajo që është e rëndësishme është që a ka një dëm ekonomik në përcaktimin e kësaj apo jo? Nuk e dim. Mirë, se më falë që të ndërpres, po, si logjik e fakti që ne paracaktojmë, pra nëse unë ja jap juve tenderi për marrë rast apokaliptik për të kuptuar më tepër, ju ndoshta nuk i plotësoni të gjitha kriteret dhe kushtet, që do të thotë infrastruktura, investimi që do të bëhet, nuk do të jetë në 100% e saj të nivelit maksimal. Prandaj që këtu është edhe e rëndësishme. Arti i kësaj është ky, që ai nuk arrin me bë në ato forma që ka. E pra, që është standard. Dhe tani, është më mirë që ai që ka fut dokumenta të pavërteta, se s'po them falso, dhe nuk e bën atë punë, është më mirë ti marrim lekët atij, e kupton? Dhe këta lekë t'i japim pensionistave, të ngrisim edhe statusin e 80.000 lekësh të asistencës, dhe mos rrim me 80, shkojmë 250 euro. Pra, nëse do bëshin këto veprime, të gjithë qytetarët do ishin më të kënaqur se sa me fut burg Benet Becin apo tjerë. Pa tjetër, se thelbi këtu nuk është me fut në burg një zyrtar. Ideja është dëmi që është shkaktuar të na rikthehet pas. Menimi i qytetarëve sot është që thot vetëm nuk do na si lek, do na me deg, do na me hangër, do na me pi, veç të futim në burg Ballukun, të fusim burg Partinë Socialiste, të fusim kryeministrat, ministrat e me radhë. Pra, nuk ka ky thelbi. Thelbi është që o burra të marrim lekë të gjithë atyre që kanë marrë tendra dhe s'kanë bë punën. Problemi është, a i gjejmë do të me ato lekët? Po, gjejnë gjitha, kanë bë pasuri, i kanë blenë në Amerikë, kanë blenë në Angli, kanë blenë gjë vend botës. Ju kam pyetur dhe një herë tjetër, se sa do të shpjegojmë së bashku, sa do të lexosh tu prapë gjërat mbeten të paqarta. Dhe një ligj konkret ka për sekuestrimin e pasurive të këtyre individëve apo nuk? Apo gjithmonë kjo është interpretim pastaj? Jo ligji, ata po sekuestrojnë gjëra që janë pa vlerë krejt, me ka 100.000 euro, 200.000 euro qytetarëve shqiptarë që jetojnë jashtë. Ky është vullneti i institucionit që nuk e bën këtë deri në fund apo si? Kjo është gjëti shtrigash, nuk është vullneti i institucionit. Pra dona që të fusim atë që duam ne, po mos mendoni që Edi Rama nuk ka lidhje me SPAK-un. Është një pjesë mund të jetë 70% pra drejtuesi SPAK-ut e Edi Rama se sa janë ata. Akuza politike pastaj asnjëherë është pa diskutueshme kjo, sepse të çojnë të gjithë argumentat, të çojnë në atë që nuk komandon SPAK-u vetin. SPAK-u komandohet nga kryeministri Edi Rama. Thoni ju. Tha mund me prova. Sepse ata nëse do të kalojmë më atej, do kalojmë direkt tek Balluku. Pse ata do kërkojnë prova të reja, të marrin prova nëpërmjet varësve të saj, ti marrin ata t'ju bajnë presion për të deklaruar, pra këto janë fakte dhe prova të vërteta, në mënyrë që të zbulojnë diçka se nuk kanë gjë.
ata kanë ngrit një akuzë, Po, dhe normalisht që ka vjellje, që ka shkatrime, që ka korupcion, ndonjëherë historia e Shqipërisë nuk e ka pas, ndonjëherë sa këto 10 vite, por unë si avokat jam për njekjen e procedurës penale,